Projekti shumë debatueshëm për sigurimin e ujit të pijshëm për tetovarët duket se po bëhet gjithnjë më i prekshëm. Zëvendës kryeministri Musa Xhaferi tha se me këtë po vëhen në jetë zotimet parazgjedhore. Këtu jemi për të pa në vend punimet praktikisht ujësillësit, gjithsesi shtrimit gypave, hapjes, dritë e burimi, për furnizimin, gjithsesi rritjen e kapacitetit të ujit për qytetin e Tetovës, komunën e Tetovës, dhe për dëshmuar në praktikë se premtimet që kemi bërë para elektoratit, ne do të vazhdojmë t'i realizojmë. Ndërkaq ministri Nurhani Zairi bëri të ditur se deri në fund të vitit, tetovarët do ta heqin përfundimisht nga rendi i ditës problemin e ujit të pijshëm. Deri më tani është diku afër 50% e punëve e realizuar. Praktikisht diku deri 4.5 kilometra të punëve janë të realizuara që pritet deri në fund të përfundimit të këtij projekti edhe 4 kilometra. Praktikisht kjo punë pritet të mbaron sipas asaj që është thënë dhe intensitetit punëve diku fillim të muajit shtator. E pranishme në këtë inspektim të zbatimit të punimeve për ujësillësin e ri, kryetarja e komunës së Tetovës Teuta Arifi dha më shumë hollësi për atë që është të bërë e që pritet të bëhet. Ajo që për ne është shumë e rëndësishme dhe shumë optimiste është fakti që pikërisht e njëjta planifikohet edhe brenda këtij viti, ashtu që storia tani më dekadëshe e çështjes sasisë së ujit në qytetin e Tetovës të jetë një çështje e mbyllur dhe me këtë rast dëshiroj normalisht që të falenderojmë edhe Ministrit të Ambientit, por përgjithsisht edhe për krahjes që kemi pasur, domethënë nga qeveria për të përmbushur këtë projekt, meqense komuna e Tetovës atë buxhet për 2 milionë eurosh nuk e posedonte për të arritur ta realizonte këtë projekt. Projekti i ujit të pijshëm në Tetovë ka shumën prej rreth 2 milionë eurosh, mjet e këto të siguruara kryesisht nga buxheti shtetëror.